disa muajve u punua në betonizim të afër 8 rrugëve, me vlera e tyre kapte diku mbi 9 milion denar, të gjithë normal nga buxheti komunal. Një prej atyre është kjo rrugë të cilën e shihni këtu. Gjithashtu rruga e Varezave, rrugë e cila më veç asfaltohet me shtresën e dytë, është financuar edhe nga kredia e qeverisë në fakt, por e kofinancuar edhe nga Komuna e Gostivarit, 12 milion nga qeveria dhe 2,5 milion denar nga Komuna e Gostivarit. Projekti të cilën shumë gjatë e presin banorët e Çegranit është linja kryesore e kanalizimit, gjysma e asaj, projekti i cili kushton diku afër 47 milion denar, prej të cilëve 20 milion i siguron nëpërmjet kredisë hungareze qeveria, ndërsa 27 milion i siguron Komuna e Gostivarit. Komuna e Gostivarit në 2 mandatet e kaluara ka punuar dhe ka realizuar mbi 15 kilometre kanalizim fekal, i cili është sekondar, dhe ta shpresojmë që me realizimin e kësaj linje kryesore edhe ato do të mund të jenë funksionale.